A jeni dakord që zoti Berisha duhet t'jap dorëheqjen mbështetur edhe në statut dhe nuk duhet kandidojë më për kryetar të Partisë Demokratike? Sepse e thon statuti e ka larguar. Absolutisht jo, për dy arsye. Po e ka larguar statutin? Për jem. Apo për statutin? Jo, po t'ja për jem. Po. Për dy arsye. Arsye jurisprudence. Jurisprudenca Rama, Blushi. 2009 PS-ja humbi zgjedhjet. Ben Blushi i kujtoi statusin Edi Ramës që kishte marrë pak 4 vjet më para e kishte mangaduar Fatih Osmanës për ta çuar drejtores. Dhe Edi Rama kujtohet, hyi nga Evurie, kontestoi zgjedhjet, kërkoi hapjen e kutive, dhe i tha Ben Blushit që nuk mund të jap dorëheqjen sepse këto zgjedhje mundohen. Pikë përse ajo që vleti atëre për Edi Ramën, mund zbleka sot për Sali Berishën. Dhe jam në rolin e arbitrit. Arbitrit është shumë i rëndësishëm të jetë sa më neutral. Jo, të kuptoj, do të thënë ju thoni që me që gaboi Edi Rama, të gaboj dhe Berisha. Jo, sepse në të rast që Berisha sot i vetmi që thoshe mi vodhën zgjedhjet, atëherë po gabon Berisha. Por sot Berisha si ki ardhur një deus ex machina, një faktor X i jashtëzakonshëm, ose Veodiri. Një intervistë që pam të gjithë bashkë surrealiste në mes të Tiranës në 2025, një vend që ka hapur negociatat. Jeta burra dhe gra që paguhen me taksat tona europianëve. Parlamenti Evropian, Këshilli i Evropës, OSBE-ja, të jenë të gjithë unanim që në Shqipëri zgjedhjet u zhvilluan në kushte pa barabarta, kjo i çon ujë ke mulli me Luigiut Sali, jo me tonë, po me tonelata ujë çon, për të thënë që këto zgjedhje edhe një herë që të manipuluara, kështu që më duket komplet e natyrshme që mos jap dorëheqjen, komplet. Tani, zoti Berisha mori, në mos gaboj që ta them fix, gati 200.000 vota më pak se Lulzim Basha në vitin 2021. Po dhe Basha nuk dha dorëheqje. Basha e çe Berishën në non grata, po vetë dorëheqje nuk dha. Mirë, këtu ne jemi në Shqipëri këtu, ne nuk jemi në Francë, këtu nuk jep njeri dorëheqjen. Dhe këtu nuk jep dorëheqjen njeri për një arsye që ju e thatë shumë bukur, që me që nuk dha dorëheqjen ai, nuk jap dorëheqjen asun. Jo, mbi të dhëna racionale edhe një herë, racionale, si Zelenski. I sa Trump e bezën, largohu tha. I sa o diktator, largohu, të bën zgjedhje. Që nuk është një herë. Unë flas nga Franca, nga Shqipëria. Unë flas nga Franca dhe përfitoj prej meje, pa modesti, sepse kam një pamje globale. Nuk është vetëm një në Shqipëri. Unë prandaj ju ftova sepse të vlerësoj. Por ne po them kështu që nuk është debat ky. Sta zgjedhje, po humb në Francë partia e Le Penit. Largohet Le Peni? Nuk largohet Le Peni. Sepse Le Peni është partia numër 1 në Francë. Kështu që nuk është debat ky. Kur një provincë e vogël toksore, Shqipëria, 2 milion banor, bë kështu gjërash, nuk më habit kur këto gjëra bën edhe në perëndim, kështu që nuk për mua nuk është debat fare. Fare. Për mua partitë politike janë ndërmarrje private janë. Dhe një ndërmarrje private drejtohet si çdo shef i saj. Kush jemi neve të ndërhyjmë? Kush jemi neve? Neve sekretar, si opinion, duhet të shohim rezultatin final. 10 aty po. Për brenda kokat hangshit. Zoti Burimi, këto ishin zgjedhjet e 11 parlamentare mbas rrëzimit të regjimit komunist. A ka pasur, ju keni qenë një vëzhgues shumë i holl, jo vetëm i zhvillimeve politike, po edhe sidomos të zgjedhjeve. A ka pasur një palë zgjedhje që ju mund t'i krahasoni dhe veçoni si zgjedhjet më të mira dhe këto të vitit 2025 mund t'i krahasoni me to? Në 2025 nuk janë zgjedhje të mira, s'mund t'i krahasoj me zgjedhje më të mira. Është kundra, apo jo? Që të themi sot që 2025 që janë zgjedhje për herë parë ose Beodiri e zgjidhi gjuhën dhe denoncoi publikisht, s'mund të gjesh një referencë të kaluara zgjedhje të mira si to 2025-s. Mund të jem referencë zgjedhje të tjera. Mund ta krahasojmë në 96-ën. Dallimisht në 96-ën Berisha i futi dru jashtë kutive, kurse kësaj radhe Rama futi dru brenda kutive. Do të thoni që janë njësoj me 96-s? Në një farë mënyrë po. Nëse jashtë që dhunë fizike, këtu mund të ketë dhunë morale, ose Beodiri ato zgjedhje nuk i njoh zotit Burimi. Shiko, shumë larg, i thënë gati 30 vjet në 96-ën, që nuk e di. Historia ose përsëritet ose rimon, ka thënë Trumpi. Nuk e di i njoh apo nuk i njoh ato zgjedhje, por jo, nuk i njoh ose Beodiri. Kërkoi përsëritjen 40 zona.
Po, s'pata nevojë për OSBD, sepse edhe një pam ata deputet me Militan Cekë në krye, me Pexogën, se si u gjakosën në bulevard, që s'kishin nevojë. Po do dini sot diçka që OSBE-u diri me të njëjtin raport me Shqipërinë, se nuk është se nuk i një zgjedhje, të thonë nuk kanë atë fuqi ata. Njëjti raport është edhe për Serbinë, si Shqipërinë. Ishte një raport për Gjeorgjinë, si Shqipëri. Një raport për Azerbajxhanin, si Shqipëri. Ku dallimi? Se Gjeorgji, Azerbajxhan dhe Serbi janë vende pro-ruse. Atëre, këtu vjen një pyetje... Kështu që në Shqipëri është vend pro-europian, kjo është Metër Ramës. Jo, këtu vjen një pyetje, këtu vjen në mendje direkt një pyetje madhështore. Përse eksponent dhe drejtues të lartë të vendeve të Bashkimit Evropian e mbështesin Edi Ramën? Sepse sa pas thash, sepse edhe një herë midis dy të këqijave të jesh jo demokrat dhe të jesh pro-rus, është rasti i Vučić, europianët do zgjedhin keq më vogël. Më mirë demokrat se të jesh pro-rus. Shikoni sot, në momentin që flasim sot, kandidati që humbi zgjedhjet në Rumani, nacionalisti Simion, ka kërkuar një anullim të zgjedhjeve në gjykatë kushtetuese rumune. Thotë pse u anulluan zgjedhjet e para për influencë ruse në Telegram, dhe nuk anulluan zgjedhjet e dyta për influencë franceze, po ashtu sipas tij, ka çuar prova. Ku dallon dallimi? Sepse në Rumani po fitonte ky, që është sot, në zgjedhje pas Simioni, vjesh në problematik mbrojtja e NATO-s në krahun e Stalindor, ku ke shumë avion Rafale francez, tanke franceze, i ke në Rumani sot që mbrojnë të krah lindor. Pra, sigurisht që nëse do fitonte Simion, Perëndimi do të thoshte që është një diktator, është i keq zgjedhjet shëmtuara. Perëndimi ka shumë rëndësi të fitonte një pro-europian, pra ishte pro-europiani Dan që quhet, që ka fituar zgjedhjet në Rumani. Jo shumë demokrat, prapë do mbyllim syt, mos haro këtë Ram. Unë tani një vend si Franca, ku dhe njëherë ka shumë diplomaci dhe shumë mirë është kështu që kursore për këtë vend si Franca, ku e mund sot Anglia, fuqitë mëdha, Amerika etj. Është siguria e popullatave të tyre. Kjo është para popullatës tënde, është popullata tu ku jam unë, në Francë. Dhe në të rast, se popullata në Francë është më sigurt me njerëz si Edi Rama që nuk shkojnë në parada ushtarake në 9 maj në Moskë, se Edi Rama, kush problemi? Kush problemi? E para që tregon perëndimi cinizëm? Tani, brenda pak kohëve, zoti Burimi, presidenti Macron, po veçanërisht ajo që u zgjodh Tirana për të qenë mbajtëse një samiti të kontinentit evropian, Shqipëria u bë qendër e lajmit politik të Evropës dhe jo vetëm. Tani, ju e vlerësoni këtë gjë apo i quani si ajo që thatë që thjesht e zgjedhin Ramën me që nuk është pro-rus? Sigurisht që vlerësoj. Një festival këngë në Eurovision fiton, dhe gëzohesh e krenar sepse festivali më passhëm do bëhet ai vendi që fitoi, kështu që sigurisht që është burim kënaqësie dhe krenarie, padyshim. Por do t'i japësh vlerë. Sigurisht që po, sigurisht. Si mos gëzohesh? Më gëzove mua që je gëzuar. Po është normale, po si nuk gëzohesh. Po dhe një herë do t'i japësh gjithçka vlerën e dur. Nuk përbën lajme botërore. Dhe një herë, kjo mbledhje para 2 vitesh u bën në Moldavi. U folë për Moldavin, po mrapa u harua. Këto lloj mbledhjesh janë një lloj diskriminim pozitiv. Një te një vend perëndimor, një te një vend që nuk është perëndimor. Pra një bëhet u bën në Prag, një u bën në Francë, një u bën në Moldavi, në Shqipëri, është kombinim. Pra nuk tani do bëhet në Rumani, mos gaboj? Nuk e di kur bëhet jashtë. Po ky komunitet politik evropian nuk ka sekretariat, do dini, është diçka shumë informale. Do të them që pra është kënaqësia që kam unë eksakt si kënaqësia për Eurosongun, pra për Eurovisionin, që të sjell një lloj kënaqësie shpirtërore, folklorike, po që nuk ndryshon dietën e atyre që do shkojnë në sallë, që marrin pjesë në festivalit. Të nesër do të gjejnë vend pune, të shkojnë punë, të shkojnë në spital, të shkojnë në shkolla. Që dhe një herë, ky samit që bën në Shqipëri nuk e ndryshon jetën e shqiptarëve, dhe një herë, do të them, është i bukur nga ana dhe një e marketingut, por më tepër që po të jem edhe më cinik se bën për lajmet e Francë, po jepesh
shuma që do të financoj shteti për festimet e 14 korrikut. 14 korriku në Francë është 28 nëntori shqiptar, festa e Francës, kombëtarja. Dhe shuma është 5 milion euro dhe debatonin brëm në një të zjarëm në një televizion kryesor francez, informativ, kjo si është e mundur të harxhohen të 5 milion lek për një koncert, për budallike, ato 5 milion mund të jepesh pikërisht policisë ose spitaleve, me vete, po Shqipëri që pagua 5 milion euro për një summit që populli shqiptar kishte shumë më tepër nevojë se sa populli francez për 5 milionin e 14 korrikut. Por prapë nuk e them. Ishte ja vlente, ishte diçka e bukur, pse jo, dhe i sjell Shqipërisë një lloj kënaqësie kombëtare për gjithë. Zoti Burimi, unë në këtë moment e kam marrë një lajm të keq për ndarje nga jeta të një miku, kolegu, ish drejtori i kadastrës, për më shumë një personazh i zëvendësministrit, nën kryetari i Bashkisë së Tiranës, Artan Lame. Nuk gjej fjalë për të ngushëlluar familjarët e tij, miq të afërmit, sepse unë kam pasur një mik, një bashkëpunëtor, ka shkruar parathonien e librit tim 100 vrasjet më të bujshme në historinë e shtetit shqiptar, por unë e çmoja Tanin më shumë si një studios dhe si një njeri që arriti të lërë gjurmë në për historinë e Shqipërisë. Dhe me të vërtetë ky është një lajm shumë i rënd. Artan Lame ka ndruar jetë sipas informacioneve në Gjermani pasi ndryrje në zemër. Ai para disa vitesh bëri një ndryrje në zemër dhe të gjithë besuam që shpëtoi, por kjo e sotme pas ka qenë fatale. Të qoftë dheu i lehtë Artan Lame. I paharruar. Të shpreh ngushëllimet e mia. E kam njohur një herë, kam njohur pikërisht në zyrën e Edi Ramës, ka shumë vite. Asaj kohë ishim ende miq me Edi Ramën. Dhe kisha asaj kohë një ambicie që të organizonim në Francë, dhe ime shoqe punon në botën e muzeve në Francë, një ekspozit që do lidhte bashkë dy figura madhore për Francën dhe Shqipërinë, Napoleon Bonapartin dhe Ali Pasha Pelenën. Dhe më kujtohet asaj kohë isha në zyrën, ishin mbrëmje darkë në kryeministri dhe Rama më thotë që është një person që mund ta ndihmoj shumë për të gjë. Artani dhe Lamja hyrë në zyrë, por me një uri të jashtëzakonshme më bëri për Shqipëri, sepse nuk e njeh se në këtë botë si thua idesh kulturore, studiuese, e njeh më shumë si funksionasi në punës, por më habiti dhe ruaj përshtypje më të mirë nga i takim i shkurtër, i vetëm, dhe përfitoi pra të them familjes së tij ngushëllimet e mia më të sigurta. Genci, mua më vjen mirë që ti e ke njohur sado pak dhe e ke kuptuar atë dimensionin dhe formatin e tij si njohës shumë i mirë jo thjesht i historisë, por i ca detajeve që as historianët nuk i kanë njohur. Po Artan Lame është nga ata që la gjurmë. Mjafton të themi që një koleksionist i jashtëzakonshëm, po jo thjesht fjala koleksionist në zhargonin që thjesht ai gjente disa gjërat vjetra, por arriti të gjente dhe të koleksiononte të gjitha uniformat e ushtrisë shqiptare që nga themelimi i shtetit shqiptar dhe deri te e fundit. Dhe këtë e kishte private, domethënë në investimi vet, por ishte edhe një njohës i jashtëzakonshëm, flas i disa periudhave historike, studimi i tij, libri i tij për Princ Vidin, duke publikuar aty detaje nga jeta e tij, është një studim i jashtëzakonshëm, por jo vetëm, ai ka kontribut në Shqipëri për shumë aktivitete dhe ngjarje kulturore, historike që Artan Lame i dominonte dhe i kishte edhe si pasionin e tij. Okej, është me të vërtet një lajm i trishtuar të ndodh që merr një lajm të tillë dhe je në ekran, por ky është profesioni im. Okej, kthehemi te biseda normale. Zoti Burimi, ju e njihni personalisht zotin Berisha? Jo të gjithë personalisht, të gjithë i njoh sepse unë kam qenë përpara se të largohesh për Francë, po mora një post në ambasadë, fillim viteve 90, kam qenë militant, zyrtar i Partisë Demokratike, kam qenë zëdhënës i Forumit Rinor të Partisë Demokratike. Dhe kam njohur Berishën bides kam në një film që është filmuar atëherë në Thënjishëm me televizionin francez tek seria FD-s, ku ishin zyrën time, Berishën zyrën e vet,
unë fakt, këto unë I di, po unë në fakt pyetjen duhet ta riformuloj. A I njihni, domethënë, a keni kontakte aktualisht për këtë situatë e kam fjalën? Jo, nuk komunikoj fare. Nuk komunikoj. Jo. Jo, e kam fjalën që zakonisht ju jeni shprehur pro Partisë Demokratike, pro zotit Berisha, dhe a keni marrë ndonjëherë në një falënderim, rinjoje, vlerësim, nuk e di, të këtij lloji që ju e keni mbështetur atë? Kujdes, sepse nuk është jam shprehur pro PD-s ose Berishës. Edhe një herë, jam shprehur kundra amerikanëve. Da, do vinte ajo, se ajo është teza. Kjo është interesante. Teza XXL. Për mua, si më thua, është Berisha ose PD-ja në mënyrë kolaterale kanë përfituar nga ndërhyrjet e mia. Po ta them me sinqeritet plot, nesër PD-ja është në pushtet, do ta mpresh shpatën më të gjatë se çka kam sot në kësaj majorancë. Kanë bërë të aluar kur që në pushtet, kështu që nuk pres, nuk e besoj. Vërtet se ku të pyetjen. Jo, nasim kështu, unë bëj punën time. Kam shumë shpesh ku janë gjëra që më shokojnë, mund t'i shkruaj eksponentëve të PD-s, me ata që kam një farë, domethënë komunikimi. Me kam shumë komunikom. Për shembull, po mund të ka qenë shumë vota diasporës, kam komunikuar shumë me Byli Bashin. Me përvojën time që kam. Nuk hezitoj për shembull të çoj mesazhe dhe Gazmend Bardhit, që e shoh me kuribruar. Përsa I përket figurave politike, të dyja. Pastaj me gazetar, me koleg. Po me zoti Rama, me kryeministin Rama, keni? Nuk kam më. Dhe kemi qenë miq kuptimin e vërtet fjalës, sepse në listë në Paris. Po, nga miq, pse u bët? Debati vjetër, nuk e di është publik apo jo, por I thuash, unë jem që shpesh jam pak si thuash maniak I gjërave ideore, ku nuk kam interesin tim personal, ku jam maniak për gjëra që nuk shkojnë kështu. Këtë gjë që bëri që parë, gjithë për shembull që fitoj PS-ja me shumë vota dhe një kam I maniak I shpresë, kush vjedh një vezë, vjedh një lop, kështu që nuk e lejoj. Dhe ke Rama si thuash, ai kam njohur shumë gjatë në Paris. Për mua Rama që një novic, nuk e di në shqip si themi fillestar, I politikës. Pra, për të besoj sepse kur hyn në politikë Rama nuk e besoj kur. Rama domethënë që ai sa një jetë në Paris, fliset për gjithçka, për shumë gjëra, bëri shumë humor, por që e urrente politikën dhe shpesh më tallte që më shikonte kaq një penjuar pikërisht I lidhur me vendin e saj politike. Të tallte Rama aty? Po. Më tallte sepse isha shumë I angazhuar me Shqipërinë, shumë I lidhur, shumë skanci. Pra kur hyra në politikë, mendoja se më në fund ishte një eksperiment, si kërkon bësh një eksperiment, ja më në fund një person kaq I shkëputur nga politika, kaq refraktar ndaj politikës, me siguri që ky do bëj namin në familja në kuptimin mirë fjalës. Dhe vitet e para dhe më bëshetoj. Me erdhi pastaj zhgënjimi kur një miku im që një shumë mirë, shumë I formuar, arkeolog, I tonë në Francë, mik, shok. Kush? Marin Haxhimiali. Në mos gaboj djali I Nipi Alex Budës? Eksakt. Dhe me një kuranjo intelektuale të jashtëzakonshme. La jetën e favorshme që kishte në Francë, në Paris, në një pjatancë. Dhe vendos I kushtohet pasionit tij të dyfisht Shqipërisë dhe arkeologjisë, se ka mbaruar për arkeologji në Francë, dhe vendos të marrë drejtimin e asaj kohe të Apollonisë. Për mua është qendra më e madhe arkeologjike e Shqipërisë, më e madhe se Butrindi, me shërbëllat e jashtëzakonshme. Edhe pse është zbuluar vetëm 5%. Eksakt, kjo pikërisht e bën shumë interesante. Ashtu do ime mirë sepse do vjedhin gjëra. Bile më fal që ndërpres një gazetar anglez, nuk e di edhe mund ta kesh lexuar, kur I thani bëj një reportazh në Shqipëri pse është rritur turizmi, ai e nisi kështu reportazhin nga Apollonia. Oktaviani ishte duke studiuar këtu, kur I thanë hajde se të zhvrar Dajo Cezarin në Paris, dhe nga ai moment ai qëndroi 50 vjet perandori I Romës. Eksakt, po plus I kam dhe diçka, do një tjetër anekdotë që më bën shumë emocionuese, të lidhje të brendshme me Apollonin,
fal një personazh francez, Léon Rey. Léon Rey është ai që gërmoi në Polonë. Edhe ka një detaj shumë vogël. Léon Rey filloi të gërmonte, kur flisi për samitët, për që bën Rama, më kujtohet Léon Rey ishte i pari që solli kroçerat që vinin në Shqipëri, pikërisht që vinin të shkojnë në Apollonin, Léon Rey. Wow. Vinin kroçerat në Vlorë. Domethënë, dhe Léon Rey ka sjell kroçerat për të parë Apollonin. Eksakt. Një Shqipëri asaj kohe ishte vend muzulman, vend komplet i panjohur dhe fal Léon Rey, shumë bukur. Jemi dy lushë në vitet 20. Eksakt, pak më vonë. Po 20-30 sa erdhi disa herë. Eksakt. Po të instaluar. Edhe kur gërmimet fillon nxjerrin këto vepra, gjëra të jashtëzakonshme, biles tregon se si me diçka të tillë që asollën disa fshatar, një lloj amfore, në një gjendje shumë të mirë, shumë me polikrom me ngjyrë, edhe që vjen në Paris në Institutin në Akademinë Franceze, që kërkon një zgjatje të mandatit dhe një zgjatje të përpjekjes financiare të Parisit që të mbash misionin e tij, i tregon pikërisht këtë anfor që i dhanë ata fshatarët shqiptarë dhe që mahnitën francezë. Po, duhet vi tani e thën takim mbreti Zog, Léon Rey, dhe i thotë që këto që e përgozon për punën e tij, dhe i thotë që këto që po jeni, unë propozoj që t'i krijojmë një muze të veçantë, të posaçëm, dhe sigurisht ky muze s'mund të krijohet në Apolloni, pse nuk është ta krijojmë në Vlorë. Dhe Léon Rey thot në kujtimet e tia që më bëri një pickim në zemër, nuk e ndjeja, por ishte mbreti, ishte ai që vendoste, e dija që do isha ters, e dija që do ndodhte diçka e keqe, dhe vendos në Vlorë, dhe në Vlorë muzeu shkatruar, bombarduar, diçka tillë. Po, dihet. Dhe ju mërzit me Ramën pse i iku Axhimi Ali? Edhe Axhimi Alin që jutëm që la Parisin, u kthyen në Tiranë dhe e bënte vajtje ardhja, sa kohë ishte akoma kjo autostradë e sotja. Vajtje ardhje e bënte Tiranë, Fier, Apolloni çdo ditë, me një kurajë të jashtëzakonshme që vërtet dhe më jep edhe mua një farë, si thua, një farë kompleksi, nëse kujtohet ku Clintoni i thonë që s'mund të bësh president se i bëre bisht luftës në Vietnam, edhe unë them vetëm, do ti gjen zburimi, s'mund të bësh kaq në hyrës në shqiptare, ku vetë nuk shkon në Shqipëri, jo thje Marini që më duket si ata që shkonin bërën luftë, shkonin në Shqipëri. Edhe kur marr vesh lajm që hiqet Axhimi Ali nga puna, drejtor, që të zëvendësohesh me një militant plak të PS-s. Sa qëndroi ai drejtor? 4-5 vjet, nuk 4 vjet. Po nima 4-5 vjet tani mbaron tani ajo? Ja. Luciano, e ke Luciano Bedenin, sa kohë e ke Bedenin që ke në Marup, që është i jashtëzakonshëm Luciano. E ke në një perl. Tani, që vlerat e Marina Xhimialit nuk vjen diskutim, okej. Dhe ai është një lloj Léon Rey shqiptar. Besoj je dakord me këtë. Ja, po e them unë për të parë. Léon Rey shqiptar. Por një ka qenë Nitan Cekash. Më ruaj më tepër Nitan Cekën dhe për babain e Nitan Cekës, po që jo. Mirë, ai Hasan Ceka kishte një dimension, po themi më të madh, sepse i kishte edhe Apollonin, edhe Butrindin, edhe të tjera madje. Por tani 5 vjet drejtor o Genci, pse u hoq drejtori tani? Masaj gabojmë, por në institucionet kulturore nuk është norma. Është norma, sepse ka një vazhdimsi dhe njerëzit keni ke Marubi, keni edhe në Louvre në Paris, drejtori është për një kohë gjatë. Po mënyra si u hoq. Dhe asaj kohe mora penën time dhe bëra një shkrim, domethënë trup që hiqnin para nipin e Alex Budës për ta dhe Rama zbëri asgjë tek nisësi e kulturës, tek zonja Kumbaro, arsye parë. Arsye dytë po ashtu ka qenë edhe rasti një diplomate e tonën në Gjenevë, tek misionin të Kombeve të Bashkuara. Një rast shumë i rëndë, edhe si të oficer Ramës Edit për ishte thonë, shkëputur nga politika, më pak racional, gjë që s'mund ndodhin. Pak rëndësi kanë që mund ketë sherrët në diplomaci, luftat politike, po të arrish në atë moment që ti presësh një diplomate pagesën e siguracionit, pagesën e qartës shtëpisë,